intermezzoja me Clyde Corbin që merr pjesë të kjo dating show, mbart në vetvete një lloj brengje pothuajse folklorike. Domethënë ai është një personazh që vjen nga një botë, nga një realitet pak më rural. Është një personazh që përballet gjatë spektaklit me ndjesinë e turpit, me ndjesinë e zgënjimit, përbuzjes. Jam kurioz çfarë do tërhoqe që ndjeve nevojën ta shkruaj historinë e tij dhe ta bëje pikërisht pjesë të romanit. Nuk ka shumë mundësi për një të ri shqiptar sot, për që ndoshta diçka më shumë dhe për të kapërcyer realitetin e tij. Moçalin ku ai gjende dhe njëri i varfër me ëndra, me dëshirën për të qenë pjesë e televizionit, e kryeqytetit, e një jetë më të bukur, me shumë adrenalinë, shumë tërheqëse kjo. Clyde në vetvete si individ i mbar të gjitha të gjitha mundësitë për të qenë ai që dëshiron të jetë. Por duke qenë se është i shënjuar, në thelb ai është një njeri me problematika, është një njeri deformuar, ndonë se ai nuk e kupton këtë. Edhe pjesëmarrja në këtë, le të themi, dating show, që është një kafshat më e madhe nga ç'mund ai të kapërdi. Dhe përjedhoi fataliteti është i pritshëm, por duke qenë se, siç e tham, ky virus i tinzar hyn në psikën e njerëzve, gjithashtu na jep dhe një pasqyrë më të qartë të asaj që ndodh me realitetin ndoshta të riu, të familjes shqiptare, të varfërisë, emigracionit, sepse mos harrojmë që babai i Clyde-it ishte një emigrant i cili humbi jetën në Greqi, pikërisht gjatë një rrugtimi për të fituar parave. Edhe vdekja e tij është madje poetike në mënyrën se si vjen, edhe pikërisht ky çast rikthehet në ndërgjegjen e Clyde-it dhe na bën të shohim se si ndoshta pikërisht kjo gjendje shoqërore e modelon njeriu në atë pikë sa e transformon atë. Edhe duhet vetëm një moment i vogël, pra mjafton një përbuzje, një çast i dobësie, një çast i mungesës së dashurisë, i mungesës së dinjitetit, për të kthyer në një tragjedi të pashmangshme.